Një marrëveshje arritur mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut për shitjen e thëngjillit ka ngjallur reagime. Sipas kësaj marrëveshjeje 3 vjeçare mes KEK-ut dhe EMV-s, edhe një vendimi të qeverisë, elektranet e Maqedonisë së Veriut sigurojnë furnizim me çmyr nga Kosova. Aleanca Kosovare e Bizneseve e ka kritikuar këtë marrëveshje, duke thënë se Kosova duhet ta përpunojë lëndën e parë dhe të krijojë vlerë të shtuar. Dje humbën mundësinë për të prodhuar energji, sot po shesim lëndën e parë. Është e pakuptim që në një kohë kur Kosova thëngjill, kompani me mbi 170 punëtorë dhe me ekskluzivitet në tregtinë e thëngjillit është mbyllur. Sot krijohen mundësi që vlerat ekonomike e këtij aktiviteti të përfundojnë jashtë Kosovës. Kritika kanë pasur edhe deputetët e opozitës. Deputeti PDK-s Arben Mustafa tha se marrëveshja tregon se ku e ka sjell vendin kjo qeveri. Shitja e thëngjillit më së miri tregon për gjendjen e mjerueshme ku e kanë sjell sektorin e energjisë këta njerëz që po qeverisin Kosovën në këto vite. Në vend se sot të kishin funksionale kapacitetet e reja për prodhimin e energjisë dhe ne të shfrytëzonim thëngjillin ton për të shndruar në një fuqi eksportuese të energjisë elektrike, ne sot nuk kemi as gjatë verës energji për vete dhe po i shesim thëngjillin të tjerëve. Kritikave ju bashkua edhe deputeti i LDK-s, Avdullah Hoti, sipas të cilit eksporti i lëndës së parë dhe importi i produktit të gatshëm tregojnë mungesë vizioni për zhvillim ekonomik. Kushdo që merr vesh në ekonomi e di se vendi që eksporton lëndë të parë dhe importon produktin e gatshëm të prodhuar plotësisht nga ai lëndë e parë, siç është rasti konkret, tregon varfërinë e vet ekonomike dhe mungesën e vizionit për zhvillim. Deputeti i Aleancës Burim Ramadani tha se kjo marrëveshje ngjan logjikës së vendeve afrikane. Kjo është rasti më eklatant që tregon total logjikën qeverisë të vendeve të treta, për atyre të pazhvilluara vendeve afrikane, të cilat, sikur se Kosova, flan mbi thëngjell, por nuk prodhon rrymë, blen rrymë, ndërkaq thëngjillin e shet. Ndërkaq, këtyre kritikave u është kundërpërgjigjur ministra në detyrë ekonomisë, Artane Rizvanolli. Ajo ka thënë se kontrata nuk po bëhet si dikur dhe se Kosova përfiton nga kjo marrëveshje. Problemi sigurisht që nuk është që eksportojmë thëngjill, sepse thëngjill kemi mjaftueshëm, mbi 12 miliard ton rezerva. Problemi është që kontratat më nuk po bëhen si kur dikur. KEK-u e shiste thëngjillin me 8 euro për ton, duke përfshirë këtu tantiemen të vëshën e pa fitim fare nëse llogariten shpenzimet e heqjes së djerrinës. Sipas kontratës, Kosova jep EMV-s koncesion në minierën e Obiliqit dhe mundësi për eksploatimin e rreth 3 milion tonëve çmyr gjatë 36 muajve. Çmimi është fiksuar në 24.4 euro për ton. Çmimet e larta janë kthyer në hall për qytetarët. Nga rritja e çmimeve nuk kanë shpëtuar as perimet.